Të nderuar teleshikues të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin, ja ku jemi së bashku në takimin tonë përjavshëm Besimi i Krishter Orthodoks. Tema që do të mbajmë sot është në lidhje me parajsën. Kemi dëgjuar për parajsën, por pak njerëz e din realisht se çfarë është parajsa, sipas besimit, po disa dhe kanë dhe një përjetim, një zbulesë që është bërë që në këtë jetë. Por le ta shikojmë më gjerë këtë koncept në lidhje me parajsën si nga ana filozofike dhe fetare. Mu themi se çfarë është parajsa si pyetje ka marrë përgjigje ndryshme në filozofi dhe në traditën fetare, por të dyja këto bien dakord se parajsa është një gjendje lumturie e përsosur dhe bashkim me të mirën më të lartë ose absolute. Por shikojmë parajsën në konceptin fetar në fillim. Në kuptimin fetar, parajsa është vendi ose gjendja ku njeriu jeton në bashkim të plot me Zotin, i lirë nga mëkati, vdekja dhe vojtja. Elementet kryesorë të parajsës janë prania e Zotit, jeta e përjetshme, paqja, gëzimi, përsosur, lumturia dhe aty nuk ka më vdekje, dhimbje dhe korrupsion, padrejtësi, është një bashkim me angjëjt, me shenjtorët dhe në krishterim parajsa nuk është thjesht një kopësht, sepse parajsë do të thotë kopësht si fjalë, por parajsa është bashkim me Krishtin. Vetë Jesui thotë që aty ku jam unë të jenë edhe ata. Do me thënë këtu e ka fjalën për nxënësit e tij. Po ashtu Apostulli Pavli, i cili kishte përjetuar parajsën duke u marrë në qiellin e tretë, ai pa aty gjëra që goja e njeriu nuk mund t'i shpreh dot, por ai shkruan. Ato që syri nuk i pa dhe veshi nuk ka dëgjuar dhe në zemrën e njeriu nuk kanë hyrë, ato ruajti Perëndia për ata që e duan. Pra, në traditën ortodokse, parajsa është mbi të gjitha shikimi i lavdisë së Perëndisë, është pjesëmarrje në jetën hyjnore dhe kjo shikimi i lavdisë së Perëndisë quhet theori dhe pjesëmarrja në jetën hyjnore quhet theosis. Shën Maksim Rufysi na thotë, mbretëria e Perëndisë është pjesëmarrja e krijesës në jetën e pakrijuar të Perëndisë. Kurse Shën Grigor Pallamaj mëson se shenjtorët marrin pjesë në energjitë e pakrijuara të Zotit dhe sodisin dritën hyjnore, sepse janë të ndara esenca nga energjia. Askush nuk mund deportojë në esencën e Perëndisë, që është një dritë e padeportueshme që për ne kthehet në errësirë, por Perëndia vjen tek ne nëpërmjet energjive. Dhe nëpërmjet tyre energjive të pakrijuar Perëndisë ne përjetojmë gjendjen e lumtur të Zotit. Parajsën e shikojmë në kopshin e Edenit dhe Bibla ka dy parajsa, mund të themi, parajsa toksore e Edenit, ku jetoi Adami dhe Eva në fillim dhe pastaj u përzum për shkak të mëkatit, por kemi edhe parajsën qiellore, mbretërinë e Perëndisë mbas ringjalljes së vdekur në ardhjen e dytë të Krishtit. Prandaj etrit thon Krishti nuk na kthen thjesht në Eden, por na ngre më lart se Edeni. Por në konceptin filozofik, shpesh herë ata filozofët flasin për parajsën jo thjesht si një vend, sepse ka shumë filozofë që nuk besojnë në ekzistencën e Zotit, por flasin për parajsën si një lumturi supreme. Platoni, që është një filozof i lashtë i Greqisë, thotë lumturia më e madhe është soditja e së mirës absolute, pa e përcaktuar se kjo e mirë absolute është Zoti, ku shpirti shlirohet nga kufizimet e trupit dhe bashkohet me botën e ideve. Po ashtu dhe Aristoteli nuk e përdor termin parajsë, ai flet për diçka tjetër, flet për një lumturi të plotë që arrihet duke jetuar sipas virtutit dhe duke soditur të vërtetën. Por Plotini thotë lumturia është bashkimi mistik me njëshin. Sa më shumë pastrohet shpirti, thot ai, aq më shumë afrohet te burimi i qenies. Plotini në një farë mënyrë ishte më afër kuptimit të parajsës në konceptin fetar dhe shumë mistik të krishterë u ndikuan nga filozofia e Plotinit. Prandaj, shikojmë se parajsa për filozofinë është thjesht një gjendje emocionale e krijuar nga vetë njeriu, kurse për konceptin fetar, parajsa është një gjendje ku dhurohet nga Perëndia, pra është jeta e Perëndisë. Kështu që parajsa si gjendje shpirtërore shikohet në konceptin fetar dhe sidomos për ne të krishterët, Shën Isak Sirani thotë, zemra që ka fituar dashurinë hyjnore është tashmë në parajsë. Kurse Shën Simon Theologu i ri shkruan, ai që ka frymën e shenjtë brenda vetes ka mbretërinë që tani. Pra, që në këtë jetë parashijohet parajsa.
Dhe këtu gjen dhe përmbushe fjalët e Krishtit, mbretëria e Perëndis është brenda jush. Por le të vazhdojmë me konceptin e parajsës. E para, neve folëm parajsën si koncept fetar dhe filozofik, por bëjmë një pyetje tjetër. A ekziston parajsa, sepse shumë njerëz kanë dyshime për parajsën thjesht si një aspirat njerëzore, dëshirë për një të mirë absolute, por që në vetvete kur atë nuk e shikojmë në këtë botë, parajsa thjesht nuk ekziston. Por parajsa ekziston. Dhe ekziston sepse ajo është realisht dhe ne kemi dëshmi për ekzistencën e parajsës. Në Bibël, Jesu i flet qartë për parajsën, jo thjesht si një koncept filozofik, por si një bashkim me Perëndin. Dhe shikoni çfarë thot Krishti, hajdutit që u pendua në të djathën e tij. Në të vërtet, sot do të jesh me mua në parajsë. Pra, në qoftë se parajsa nuk do ekzistonte, Krishti nuk do ta ngushëllonte dhe nuk do ta shpërblente besimin dhe rrëfimin dhe pendimin e hajdutit në të djathtë. Tek Ungjilli sipas Johanit na gjen këto fjalë të Krishtit. Në shtëpinë e Atit tim ka shumë banesa, po shkoj t'ju përgatis një vend. Çfarë janë këto banesa? Janë vendet ku njerëzit u pranuan në mbretërinë e Zotit. Apostulli Pavli shkruan te Filipianët, qytetaria jonë është në qiej. Pra që do të thotë, ne kemi një qytet në qiell dhe këtu ka fjalën për parajsën. Dhe tek Zbulesa, që është libri i fundit i Biblës, përshkruhet qielli i ri dhe toka e re, ku Perëndia do të banojë me njerëzit dhe nuk do të ketë më vdekje, as vajtim, as brindi, as britma, as dhimbje. Pra, parajsa sipas shkrimit shenjtë ekziston, është një vend real, jo thjesht vetëm një gjendje. Por, çfarë është parajsa sipas etrëve të kishës? Etrit theksojnë se parajsa nuk është thjesht një kopësht, si kopshi i Edenit, si një vend fizik, por parajsa sipas etrëve të kishës është prania e Perëndisë. Shën Joan Damaskini shkruan se parajsa është vendi i lumturisë, ku shpirtrat e drejtëve gëzojnë praninë e Perëndisë duke pritur ringjalljen e trupave. Dhe po flet për parajsën që parashijojnë tani shpirtrat që u larguan nga toka, shpirtrat besimtar, shpirtrat e krishterëve, të cilët kanë hyrë në parajsën qiellore dhe gëzojnë bashkë me ëngjëjt. Dhe ata janë tani në parashijimin e parajsës kur të vi Krishti për të dytë, që kjo parajsë qiellore do jetë edhe toksore, ku mbretëria e Perëndisë që është në qiell do jetë edhe në tokë, ashtu si neve dhe lutemi tek lutja zotërore aty që në qiell, ardh mbretëria jote si në qiell dhe në tokë. Shën Grigori Nisës mëson se lumturia e parajsës është pjesëmarrja e pafund në mirësinë e Perëndisë. Sa më shumë njeriu e njeh Perëndin, aq më shumë i shtohet gëzimi i tij dhe ai parashijon parajsën që në këtë tokë. Shën Maksim Rrëfysi thotë se qëllimi i njeriu është bashkimi me Perëndin, që tham është theosis, dhe kjo është përmbushja e parajsës. Kur je me Zotin, je në parajsë. Kur je me mbretin, je me mbretërinë. Por dhe një pyetje, a ekziston parajsa që tani, sipas mësimit ortodoks, shpirtrat e shenjtorëve mbas vdekjes janë në gjendje të bekuar pranë në Krishtit. Pra, flasim për ato shpirtra që shkuan në qiell, siç tham, dhe janë në kishën triumfante në qiell dhe janë bashkë me ëngjëjt. Por pas ardhjes së dytë dhe ringjalljes së të vdekurve dhe gjykimit të fundit, kjo lumturi që është qiellore do të bëhet e plot edhe në trupat e ringjallur. Pra, shpirtrat e besimtarëve janë tani duke parashijuar parajsën vetëm në shpirt, sepse trupat i kanë lënë në tokë. Por, në ardhjen e dytë të Krishtit, në ngjalljen e të vdekurve, ata do ta shijojnë parajsën edhe fizikisht. Kisha nuk e përkufizon parajsën me koordinata fizike, si një vend në një univers, ajo është një realitet i krijuar nga Perëndia, një mënyrë e re ekzistence ku njeriu jeton në bashkim të plot me të. Pra, kudo që ti jesh, po ti jesh me Zotin, je në parajsë. Por pas ringjalljes së përgjithshme, do të kemi një qiell të ri dhe një tokë të re, ku të drejtët do të banojnë me Perëndin dhe parajsa do të fokusohet, pra ajo që është tani në qiell, do të jetë edhe në tokë, do të jetë e prekshme edhe me shisat fizike, sepse tani parashijohet vetëm me shisat shpirtërore. Pra, sipas shkrimit shenjtë traditës së kishës, parajsa është një realitet i vërtet,
por jo një simbol apo një metafor, si mund të mendoj dikush, ose filozofët, ajo është destinacioni përfundimtar i atyre që me hijen e Perëndis jetojnë dhe vdesin në Krishtin. Por le të bëjmë një dallim, e prekëm pak në fillim, por le ta shikojmë më thellë, ndërmjet parajsës toksore të Edenit dhe parajsës qiellore të mbretërisë së Zotit. E para, parajsa e Edenit. Eden do të thotë në lindje. E kemi tek libri i parë i Biblës, Zanafilla, ku na thuhet Zoti Perëndi mbolli një kopsht në Eden, në lindje pra, dhe vendosi aty njeriu që e kishte formuar. Etrit përgjithsisht pranojnë se Edeni ishte një vend real i krijuar nga Perëndia mbi tokë, dhe sipas kopshtit të Edenit njeriu do të bënte gjithë botën. Pra jo gjithë bota ishte një parajs, po ishte vetëm një kopësht i mbjellur në mënyrë të veçantë nga Perëndia dhe ishte një vend që njeriu do ta punonte dhe ta ruante, dhe ashtu sipas këtij modeli ai do të bënte të gjithë tokën. Por njeriu dështoi për këtë sepse nuk qëndroi shumë në parajs, në Eden, se u largua për shkak të mëkatit fillestar që bëri dhe për shkak të mospendimit të tij. Shën Jan Gojarti thotë dhe e interpreton dhe i vë tekst kësaj: Perëndia krijoi një kopësht të vërtet me pemë, lumej dhe bukuri të jashtëzakonshme. Megjithatë, ai pranon dhe domethënie shpirtërore të tij. Do dim se parajsa e Edenit ishte një miksim i parajsës qiellore me atë toksore. Pra, çdo gjë që ishte në parajs, edhe pse ishte fizike, ajo mbarte hirin e shumë farshëm dhe shumë llojshëm të Perëndis, të Shpirtit të Shenjtë. Ashtu siç ishin edhe trupat e njerëzve, pavarësisht se ata ishin pa rroba, ishin të veshur me hir. Por edhe gjithë natyra dhe gjithçka që ishte krijuar, dhe kjo kishte brenda saj hirin e Perëndis, i cili u largua për shkak të mëkatit pasaj stërgjyshor. Shën Efrem Siriani në komentin mbi Zanafillën e përshkruan Edenin si një vend real, por njëkohësisht të shenjtëruar nga prania e Perëndis. Ai përdor dhe gjuhë simbolike për treguar se ai ishte kufiri ndërmjet botës së dukshme dhe asaj qiellore. Dhe Shën Jan Damaskini na bën një ekspozim të saktë tek libri Besimi Ortodoks, kur ai shkruan për parajsën që ishte reale, e dukshme, me bukuri të papërshkrueshme, por e mbushur me hirin edhe të Perëndis. Pra nuk ishte vetëm një pyll i bukur, por një vend ku jeton në bashkim krijesa me krijuesin, njeriu me Zotin. Ku ndodhet sot Edeni? Dim se njeriu u dëbua nga parajsa, nga Edeni, dhe u vendosën kerubimet, pra fuqira angjëllore, me shpata të zjarrt për të ruajtur rrugën drejt pemës së jetës, që njeriu mos merrte nga pema e jetës, na thuhet tek libri i Zanafillës. Dhe sot Edeni nuk dihet realisht se ku ka qenë. Etrit japin mendime të ndryshme, disa mendojnë se Edeni vazhdon të ekzistojë, por është i paritshëm për njerëzit pas rënies. Të tjerë mendojnë se Edeni është ngritur ose fshehur nga bota jonë. Shën Efremi sugjeron se parajsa ndodhet në një lartësi të parishme për njerëzit e rënë. Asnjë atë nuk pretendon se mund të gjendet me ekspedita gjeografike vendi se ku ka qenë dhe si them ndodhet parajsa e Edenit. Ajo ka humbur tani nga sytë e njerëzve dhe njerëzit nuk mund ta shohin as nuk mund ta prekin për shkak të mëkatit stërgjyshor. Por le të shikojmë dhe parajsën qiellore. Tham që Krishti i thot Kusarit: sot do të jesh me mua në parajs. Ai nuk flet këtu për kopshin e Edenit toksor, i cili është i paprekshëm tashmë për njerëzit ose ka humbur, por e thret shpirtin e Kusarit në lumturi pranë Perëndis, pra në mbretërinë qiellore. Shën Pavli shkruan: u rëmbeva në parajs dhe dëgjoj fjalë të patregueshme. Dhe këtu apostulli Pavli nuk flet për Edenin, flet për parajsën qiellore pranë mbretërinë e Zotit. Kjo përvojë, sipas shkrimit shenjtë, na tregon një realitet qiellor, jo një vend të zakonshëm toksor. Pra, cili është ndryshimi? Parajsa e Edenit dhe parajsa qiellore ka një ndryshim, janë të krijuara nga Perëndia patjetër, por në parajsën toksore u vendos Adami, kurse në parajsën qiellore janë vendosur gjithë shpirtrat që e mbyllën këtë jetë me besim në Krishtin. Në fillim të historisë së njerëzimit,
ne kemi parajsën toksore, por në fund të historisë së njerëzimit, në ardhen e dytë të Krishtit, do kemi zbritjen e mbretërisë së Zotit, pra parajsës qiellore, në atë që do jetë në tokë, në parajsën toksore. Pra do kemi përsëri atë miksimin që kishim në fillim të Edenit me hirin, por në ardhen e dytë të Krishtit do kemi një miksim shumë të dukshëm, sepse na thuhet tek libri i zbulesës që ja zbriti Jeruzalemi qiellor, që të zbritin në tokë dhe Perëndia do jetë bashkë me popullin e tij. Pra, në Krishtin neve nuk themi thjesht në gjendjen e Adamit në Eden, por ai na jep një dhuratë akoma më të madhe. Pra, ai na bën të ngjashëm me veten, të ngjashëm me Perëndin, dhe kjo quhet theosis. Ajo që dështoi Adami u përmbush në Krishtin. Shën Athanasi i Madh thot, biri i Perëndis u bë njeri, që njeriu të bëhet perëndi sipas sirit, ose pjesëmarrës i jetës hyjnore sipas energjive, kuptohet, jo sipas natyrës. Prandaj synimi i shpëtimit nuk është vetëm rikthimi në Eden, në atë parajsën toksore bimore, por hyrja në mbretërinë e qiellit ku njeriu bashkohet përgjithmonë me Krishtin. Etrit kanë dhe japin dhe interpretim se parajsa toksore e Edenit ishte me bimësi, me lule, pra ishte diçka e prishur, kurse parajsa që vi qiellore, po ta shikojmë, është diçka me gur të çmuar, diamant, safir e gjëra të paprishme, pra që do të thotë do jetë e përjetshme. Shumë herë të rreshojnë Edenin si fillim të historisë së shpëtimit, ndërsa parajsën qiellore si përmbushje të saj. Në Krishtin njeriu nuk fiton vetëm atë që humbi Adami, po thirrë në një bashkim edhe më të thellë me Perëndin, dhe siç thash në gjuhën teologjike, kjo quhet theosis, hynizim. Pra njeriu bëhet si Zoti, si pasirit, bëhet një qenie e lumtur, dhe ai kudo që të jetë, ai është në parajsë. Por përsëri kthehemi pyetjes në lidhje me parajsën dhe si u hap parajsa për njeriu, sepse ne dimë që parajsa u mbyll për njeriu për shkak të mëkatit të gjyshor. Dhe ky është një mendim jo vetëm në krishterim, por dhe në judaizëm dhe në islamizëm, por mënyra se si u hap parajsa në krishterim është krejt ndryshe. Sipas mësimit të kishës ortodokse dhe të krishterimit përgjithësi, po kisha ortodokse në veçanti, parajsa u hap përsëri për njeriu nëpërmjet Isu Krishtit. Ajo që humbi Adami me mosbindjen, Krishti e fitoi, e riktheu me bindjen e tij deri në kryq. Pra, siç thotë apostulli Pavli, u bind deri në vdekje kryqi. Adami e mbylli parajsën, sepse Adami u rebelua, hëngri nga pema e të mirës dhe të keqes. Dhe çfarë na thuhet tek libri i Zanafillës? Dhe kur Perëndia pa që Adami nuk u pendua, po hodhi fajin te gruaja, e gruaja hodhi fajin te gjarpri, dhe kështu gjithë faji sipas tyre ishte tek Perëndia, atëherë Zoti në drejtsinë e tij vendosi. Dhe dëboi njeriu dhe në lindje të kopshit të Edenit vendosi keruvimët me shpatë flakëruese për të ruajtur rrugën drejt pemës së jetës, që njeriu mos hante nga pema e jetës, që të mbetej i lig në përjetësi. Kjo pra na tregon se njeriu nuk mund të kthehej më në bashkim të plot me Perëndin. Rruga u pengua për shkak të Adamit dhe nga drejtësia e Perëndis në kontrollin e angjëve. Por Krishti u bë Adami i ri. Pra, siç thotë apostulli Pavli, ashtu si në Adamin e parë të gjithë vdesin, dhe këtu trashëgojmë mëkatin e Adamit, pasojën e tij që është vdekja, kështu edhe në Krishtin të gjithë do të marrim jetë. Adami solli dëbimin nga parajsa. Krishti, si Adami i dytë, që lindi nga Eva e re, vjegjesha zonja Shëmëri, na bëri të mundur përsëri hyrjen në të. Por si e hapi Krishti parajsën? Krishti e hapi parajsën nëpërmjet kryqit. Kryqi është hyrja ose dera e parajsës. Një nga shenjat më të bukura është ngjarja e kusarit që u pendua. Pra, kusari ishte bashkë me Krishtin në të djathtë, duke u kryqëzuar bashkë me Krishtin, por ishte edhe një kusar tjetër në të majtë. Ai që ishte në të majtë, shante dhe mallkonte dhe vuajtja në kryq u bë shkallë për të mbajtur në ferr. Kurse ky që ishte në djathtë, siç e dim, u pendua, e rrëfevi Krishtin
si perëndi, si birin e Perëndis, si mbret, dhe i thiri Krishti, kujto mo Zot në mbretërinë tënde. Çfarë i tha Krishti? Më kujto. Kusari thot, më kujto o Zot kur të vish në mbretërinë tënde. Dhe Jesu ju përgjigj, në të vërtet po të them, sot do t'jesh me mua në parajs. E përsërisim këtë, sepse çfarë u bë kryqi i këtij ajduti në djathtë me anë të pendimit dhe rrëfimit dhe lutjes te Krishti, u bë një shkallë për të ngjitur në parajs. Shën Jan Gojarti thot, kusari hyri në parajs para së gjithas që të mos dëshpërohet askush, por dhe askush të mos mburret. Parajsa nuk meritohet, sepse të gjithë neve në një farë mënyre jemi si kusarët që meritojmë dëshkimin dhe largimin jo vetëm nga parajsa e Edenit, por dhe të vuajmë në këtë botë dhe kur mos pretendojmë se me fuqitë tona ne mund të shkojmë në parajsën qiellore ose në gjendjen e lumtur. Kjo jepet dhurat nga Perëndia nëpërmjet Krishtit, nëpërmjet sakrificës sublime të Krishtit në kryq, sepse aty në kryq Krishti shlevi mëkatet tona, si qingji i Perëndis që shlyen mëkatet e botës. Pa shlyer mëkati, askush nuk mund të hyjë parajsën qiellore, sepse Perëndia është i shenjtë. Por Krishti pra shlevi mëkatin dhe kjo u tregua tek ajduti i cili ishte një kriminal dhe Krishti ja shlevi mëkatin me gjakun e tij dhe sipas besimit, pendimit dhe rrëfimit të ajdutit u bë mundur nga Krishti që ajduti të hynte në parajs. Dhe shikoni çfarë vazhdon Shën Jan Gojarti dhe shton. Adami u dëbua nga parajsja për shkak të një peme. Kusari hyri në parajs nëpërmjet drurit të kryqit. Por edhe një fakt tjetër, kur Krishti ishte në kryq dhe dha shpirtin, perdja e tempullit u shqye. Ishte një perde që ndante vendin më të shenjtë kur ishte tabernakulli nga pjesa tjetër ku shërbej. Por na thuhet tek Ungjilli sipas Mateut, perdja e tempullit u nda më dysh nga lart deri poshtë. Etrit e interpretojnë këtë fakt si një shenjë që pengesa midis Perëndis dhe njeriu u hoq. Kjo ishte pengesa për shkak të mëkatit, por e bëri të mundur Krishti me sakrificën e tij. Dhe çfarë ndodhi? Në moment që Krishti shlyen mëkatet e njerëzimit në kryq, atëherë u ça kjo perdje dhe kështu u krijua një hyrje e lirë për në mbretërinë e Perëndis. Me ringjalljen Krishti mundi vdekjen dhe ai u ngjit në qiell dhe mori me vete natyrën njerëzore dhe ul në të djathtë të Atit. Shën Athanasi i Madh thot pra, siç edhe tham dhe përsërisim, se biri Perëndis u bë për njeriu që njeriu të bëhet Perëndis sipas hirit. Pra, si hym ne në parajs? Krishti e hapi derën, por ne nuk mund të hym tashmë vetë pa Krishtin. Ai na fton të hym bashkë me atë. Pra, me anë besimin në Krishtin, pagëzimin në Krishtin, por edhe për pendime për mëkatet tona dhe duke bërë një jetë misterore të kishës që është trupi i Krishtit. Dhe mbi të gjitha me anë të misterit më të madh që ka kisha që është kungata hyjnore që na bën një mish dhe një gjak me Krishtin dhe na bën të ngjashëm me Krishtin. Krishti thot, unë jam dera, nëse dikush hyn nëpërmjet me do të shpëtohet. Pra, si përfundim, parajsa nuk u hap nga ndonjë vepër njeriu, nga një sakrificë njerëzore, nga si them ligje që njeriu i ka shpikur vet ose sakrifica njerëz dhe kafshësh, por u hap nëpërmjet veprës sakrifikuese të birit të Perëndis bërë bir njeriu. Pra, nëpërmjet dashurisë që ka Perëndia për njeriu, bëri që biri i tij të bëhet bir njeriu dhe si njeri Krishti mori, siç thash, mëkatet tona, i shpagoi ato në kryq dhe hapi pra atë derën për shkuën parajs. Jo thjesht në Eden, që ishte ndaluar nga angjit, por për ty në mbretërinë e qiejve, në praninë e Perëndis, atje ku rinë edhe angjit që adhurojnë dhe lavdërojnë Perëndis. Dhe Krishti kur vdiq si njeri do varros, shpirti i tij shkoi në botën e vdekjes. Aty në botën e vdekjes ishin të varrosur të gjithë shpirtrat që nga Adami dhe deri te Johan Pagzori, i cili shkoi dhe profetizoi, paralajmëroi ardhmën e Krishtit. Dhe atje Krishti i liroi këto shpirtra të burgosur dhe i çovi lart në parajsën qiellore. Pra, vetëm nëpërmjet Krishtit mund të shkojmë në parajs. Nuk ka rrugë tjetër. Unë jam rruga, thot Krishti.
unë jam e vërteta, unë jam jeta, askush nuk shon të ati, vetëse me anën time. Por le të japim dhe një pyetje që përgjigjemi, sepse dikush mund thot, a ka dallime klasore në parajs? Sipas mësimit të kishës ortodokse, në parajs nuk do të ketë dallime klasore siç ka në botë, të pasur, të varfër, të fuqishëm, të dobët, sundus, të sunduar. Këto janë pasojat të historisë njerëzore dhe të botës së rënë. Por megjithatë, etrit flasin do ketë një ndryshim tjetër, jo shoqëror, por shpirtëror. Të gjithë në parajs do të jenë të lumtur. Dhe ata që janë atij janë të lumtur, sepse secili është i përmbushur në lumturinë e vet. Askush që është tani në parajsën qiellore nuk ndihet më pak i lumtur se tjetri. Por atje në parajs, ndryshe nga toka, nuk ka smir, nuk ka xhelozi, nuk ka krenari, ndjejnë padrejtësie, por të gjithë jetojnë në një lumturi, në një dashuri të përsosur dhe ai që është poshtë gëzohet për atë që është më lart, sepse duhet dim se në parajs ka dhe grada. Nuk ka ndryshime klasore, të gjitha janë të pasur se janë të mbushur me hijen e Perëndis, por ka grada sipas besimit dhe veprave që ata kanë bërë në jetë. Pra, në shtëpinë e Atitin ka shumë banesa. Fjala ka shumë banesa do ketë shumë vende dhe rangje. Ashtu siç është në tokë që ka banesa të ndryshme, pra disa njerëz në një farë mënyre kanë një mirëqenie më të madh, disa më të vogël, por të japim një shembull, në parajs të gjithë do kenë mirëqenie, por mirëqenia shpirtërore dhe benefitet që do marrin nuk do të jenë të njëjta. Shikoni çfarë thot Apostulli Pavli. Një tjetër është lavdia e diellit, një tjetër është lavdia e hënës, dhe tjetër lavdia e yjeve, sepse edhe ylli ndryshon nga ylli në lavdi. Kështu edhe në ngjallja e të vdekurve. Pra, ashtu si në botën kozmike shikojmë që ka shkëlqime të ndryshme të diellit, të yjeve, të hënës, sepse drita vjen tek ne në intensitete ndryshme, kështu dhe në mbretërinë e Zotit ka shkëlqime të ndryshme sipas virtuteve. Ai që ka virtute më shumë, ka shkëlqim më të madh, pra ka hir më të madh. Pra, etrit e interpretojnë këtë si një ndryshim të masës së pjesëmarrjes në dritën dhe në jetën e Perëndis, jo si një pabarazi që sjell vuajtje. Shën Jangu i Arti e përdor shembullin e enëve. Një gotë me një fuqi mund të jenë të dyja plot, thot, të dyja plotësisht të mbushura, por me kapacitete të ndryshme. Pra varet sa e ke masën e besimit. Kështu që besimi, edhe pse është dhuratë, besimi është diçka që na jepet ne që ne ta shtojmë besimin. Sa më i madh është besimi jon, që shtohet nëpërmjet lutjes, përkushtimit, jetës kishtare, aq më shumë zgjerohet ena dhe aq më shumë merr hirin. Prandaj thotë Zoti, besimi yt të shpëtoi. Pra, besimi është joni në kuptimin që ne jemi ata përgjigjës për masën e besimit tonë. Dhe sipas besimit dhe jetës sipas besimit, neve do të marrim edhe të mirat qiellore. Pra, në parajs do kemi gjendje të ndryshme shpirtërore, të gjithë janë të lumtur, por jo të gjithë janë në një lavdi. Shën Grigori Nisës thotë, ai pra thotë se lumturia në parajs është një ecje pafund në njohjen e Perëndis. Sa më shumë që njeriu është pastruar nga mëkati dhe është bashkuar me Perëndin, aq më thellë përjeton këtë lumturi. Dhe kjo fillon këtu në tokë. Prandaj është kaq e rëndësishme të dashur me Krishtin. Pendimi. Krishti tha pendoni, jo pendoni për një çast, për një fraksion. Gjithë jetën, sa më shumë pendohemi, që më thënë largojmë të keqen, aq më shumë marrim nga Perëndia. Dhe kjo na bën që neve që në këtë jetë të parashijojmë atë që është lumturia e përjetshme, dhe kemi raste të shenjtorëve të cilët u shenjtëruan nga pendimi dhe asketizmi i tyre, dhe ata që në këtë jetë u perëndizuan, morën atë që quhet theosis, pra u bën si Krishti. Por kjo gjendje e hynizimit është një gjendje jo statike, është një gjendje dinamike ku në qiell ne kalojmë nga lavdia në lavdi. Pra, përmbyllim që në parajs ka hierarki. Kisha për shembull nderon profetët, apostujt, martirët, shenjtorët, anargjentët, të drejtët, po kjo nuk do të thotë se ata sundojnë mbi njëri tjetrin, por ka një shoqëri njerëzore, ka një rregull të përsosur, dhe në mbretërinë e Perëndis mallështia matet me dashurinë. Kjo është kriteri. Sa më shumë ta duar Zotin dhe të afërmin, aq më i lartë je në mbretërinë e Zotit. Si çfarë thot Krishti?
Kush dëshiron të jetë i parë ndaj ju, le të jetë shërbëtor i të gjithëve, për është dashuri ndaj të afërmit. Prandaj edhe më i madhi në mbretërinë është ai që ka dashur më shumë. Dhe kush do vëllain e vet, ai do Perëndin. Dhe e kundërta, ai që urren vëllain e vet, ai është gënjeshtar, sepse kushdo vëllain që e shikon për ditë, si do thotë që dua Perëndin që nuk e shoh. Prandaj, në parajs nuk ka klasa shoqërore sunduese, ka gjendje të ndryshme, ka grada, por të gjithë janë të lumtur. Prandaj në parajs nuk ka rivalitet, por ka një bashkëjetesë të përsosur harmonike. Edhe një pyetje tjetër që mirë është japim përgjigje, a do ketë më vdekje, sepse dikush më thotë po mirë hyrëm në parajs, do ta shijojmë të lumturi, po ndoshta mund të vdesim. Por shkrimi i shenjtë na thotë që nuk do ketë më vdekje. Çfarë do të apostulli Pavli? Armiku i fundit që do të shkatërrohet është vdekja. Pra Krishti në ardhmën e dytë do zhduki vdekjen. Vdekja akoma punon në botë për shkak të mëkatit së gjyqësor, por Krishti e kthei vdekjen në një gjumë. Pra, si tha për Lazarin, Lazari po fle. Dhe ose si thot vajzës që kishte vdekur, zgjohu, çohu. Pra, Krishti e kthei vdekjen në një gjumë të përkohshëm. Kështu që me ardhmën e dytë, vdekja si një energji negative që e menaxhonte djalli, por tani është nën jurisdiksionin e Zotit, që është Zoti i jetës dhe vdekjes, sepse e mori pushtetin e vdekjes kur vajti dhe e plaçkiti vdekjen. Vdekja përfundimisht do shkatërrohet në ardhmën e dytë të Krishtit. Dhe çfarë thot apostulli Pavli? Kur kjo e prishme, dhe flet për natyrën tonë të vdekshme, të vishet me papritshmërinë dhe kjo e vdekshme të vishet me pavdekshmërinë, atëherë do të përmbushet fjala: vdekja u përpi nga fitoria. Dhe në librin e zbulesës na thuhet: ai do të shih çdo lot nga sytë e tyre dhe nuk do të ketë më vdekje, as vajtim, as britmë, as dhëmbje. Por dhe një pyetje, pse nuk do ketë më vdekje? Sepse burimi i vdekjes është mëkati. Dhe për shkak të vdekjes vjen mëkati. Por Shën Pavli na thot paga e mëkatit është vdekja. Kur Krishti e mundi mëkatin në kryq dhe me ringjalljen e tij, ai hapi rrugën që vdekja të mbasi pushtetin e saj. Dhe çfarë do ndodh me trupat tonë? Krishti na mëson se në parajs do të jetojmë jo vetëm me shpirt, siç parashijojnë sot shpirtrat e martirëve dhe drejtëve, por në ardhmën e dytë të Krishtit edhe trupat do ngjallen. Pra jo vetëm shpirti do shijoj praninë e Perëndis, por dhe trupi, sepse dhe trupi është bërë shpuntor me shpirtin. Edhe e kundërta, edhe shpirtrat e dënuar do të vuajnë edhe me trupa, që do quhet vdekja e dytë. Kjo nuk do thotë se trupi ynë do bëhet shpirt, por do të jetë i transformuar dhe i lavdëruar, pra në një i frymëzuar nga shpirti, pa smundje, pa plakje, pa vdekje, do jetë si imitimi i trupit të Krishtit, që u ngjall për së vdekur dhe ai nuk ishte më nevojë as të hante, as të pinte, as të merrte frym, por ai hynte nga portat e mbyllur, shfaqej krye papritur, bëhej pa dukshëm, fluturonte, pra mori veti shpirtërore, pra është i shpirtërizuar. Te pranon dhe shkenca, le të marrim një shembull. Për shembull, shkenca na thot kur ajo materia, si them, lëviz me shpejtësi shumë madhe, ajo kthehet në val. Pra kemi një ndryshim të materjes, por dhe trupat tanë do pësojnë një ndryshim, do të bëhen trupa të përshpirtshëm. Po kjo materie po e frymëzuar nga shpirti dhe atëherë nuk do kenë më ligjet fizike pushtet e trupat tanë, as ushqimi, as ajri, as uji, as vdekja, pra që është në këtë botë. Çfarë thonë etrit? Shën Atanas i Madh mëson se Krishti mori natyrën tonë të vdekshme, që mori nga Virgjëresha Mari, për ta bërë atë pjesëmarrjen në pavdeksin. Pra, Krishti e mori këtë dhe e shenjtëroi natyrën tonë në veten e vet dhe e hynizoi atë, duke qenë i pari që mundi vdekjen, dhe është ai pra shpresa që dhe ne do ta mundim vdekjen trupore në Krishtin. Shën Jon Damaskini shkruan se pas ringjalljes, trupat e drejtëve do të jenë të paprishëm, të pavdekshëm, të mbushur me lavdi, pa vuajtje dhe pa dobësi. Te këtu flasim për ato trupa që do i kemi në mbretërinë e Zotit, që do jetë edhe në qiell, po do jetë edhe në tokë. Pra, në parajsën përfundimtare, pas ringjalljes dhe gjykimit të fundit, nuk do të ketë më vdekje, kështu që duhet jemi të sigurt që nuk do ta humbim lumturinë e përjetshme. Patjetër nuk do ketë smundje, plakje apo prishje. Tradita e kishte thonë që trupat e burrave ose meshkujve do jenë në moshën 33 vjeçe, si mosha e Krishtit, që quhet pikuria
ose mosha e përsosmërisë, dhe të vajzave ose grave deri në moshën 15 vjeçe, në atë moshë kur kryengjëri Gabriel vizitoi Vegjesh Mari dhe Shpirti i Shenjtë zbriti mbi të. Pra, këto do jenë moshat e rinisë së përjetshme. Kjo është një traditë e kishës. Pra, shpirti dhe trupi në mbretërinë e Zotit, në parajsën qiellore dhe toksore do të jenë të bashkuara dhe të bashkuara përgjithmonë me Perëndinë. Ky është kuptimi i fitores së Krishtit mbi vdekjen, siç këndon Kisha Ortodokse. Krishti u ngjall së vdekush, me vdekjen vdekje shkeli dhe të varrosurve jetën u fali. Prandaj, shpresa e krishterë nuk është thjesht të shmangë vdekjen, por të marrë pjesë në jetën e përjetshme, ku vdekja nuk do të ketë më asnjë pushtet. Kështu pra të dashur më Krishtin, i tham të gjitha këto për të ngacmuar ato çfarë kemi mësuar dhe por mos t'i haruar, por për t'i pasur gjithmonë përpara, sepse Apostulli Pavli na thotë dhe vuajtjet e kësaj jete nuk krahasohen me lavdin që ka përgatitur Perëndia, sepse ato që sy nuk pa dhe në veshin njeriu nuk dëgjoi dhe në zemrën njeriu nuk u ngjitën, ato ka përgatitur Perëndia për ata që e duan atë. Kështu që të gjithë qëllimi i besimit ton është që të fitojmë parajsën. Jo thjesht një vend, por bashkimin e përjetshëm me Perëndinë. Atin, Birë dhe Shpirti i Shenjtë, që është një qenie e lumtur dhe përjetshme, dhe kështu në këtë bashkim edhe ne do bëjmë qenie të lumtura dhe të përjetshme dhe do jetojmë përjetësisht në parajsë bashkë me ëngjëjt në jetë të jetëve. Amin. Ja vlem pra për këtë shpërblim të madh që ka përgatitur Perëndia në Krishtin me anë të Shpirtit të Shenjtë nëpërmjet besimit dhe misterëve të kishës për çdo sakrificë, edhe atë sublime. Kjo pra është thirrja jon, prandaj e mbyllim me fjalët e Apostullit Pavlit dhe qytetaria jon është në qiell. Mendoj që këtu ta mbyllim edhe bisedën tonë, por të takuar në takimin e ardhshëm. Deri atëherë, mirupafshim.